E premte 13. Pse thuhet që numri 13 sjell fat keq dhe i shoqëruar pra numri 13 me ditën e premte ndodhin disa fatkeqësi, pra të premten 13. Është e vërtet, është një supersticion, le ta diskutojmë. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që numri 13 është që prej kohërave antike numër mistik. Dhe numrin e 13 nuk e shoqërojnë me asnjë numër tjetër, sepse duhet të dini që nga librat e shenjtë deri tek popujt, të gjithë popujt futuni, kërkoni dhe do ta gjeni, të gjithë popujt nuk e shoqërojnë kurrë numrin e 13, por mbanin 12 sepse 12 është numri 12 është perfeksioni, kurse 13 është shkatërrimi ose më mirë fillimi i çdo gjë. Nëse mbani mend, kemi bërë dhe një emision para disa kohësh, në emisionin Enigma, ku kemi folur për 13 kafkat e kristalta. 13, jo 12. Dhe mendoj, sepse janë gjetur shumë kafka, më duket janë gjetur 9 kafka, dhe sepse deri dikur ishin 8, dhe të gjitha këto kafka, nëse pra kafkat e mistershme që janë ato të vjetrat, jo ato të përpunuarat që gjëja ka dalë kohët e fundit. Dhe thuhet që ka 13 kafka të kristalta, por janë gjetur, si që thash, 8 dhe kur të gjenden 12 do kërkojnë të 13, dhe 13 do t'jetë ajo që do riformatoj ose do ta rifilloj ciklin nga e para. Çfarë cikël? Ciklin e jetës. Ndaj pra tregohet që numri 13 që prej kohërave antike thuhet që është një numër misterioz dhe më vonë i shoqëruar me ditën e premte ndryshoi çdo gjë. Tani po ja u tregoj. Atëherë duhet të dini që me kalendarin gregorian filluan që të shoqëronin edhe numrat. Pra duke filluar që nga viti 1580 ca. Dhe mirë po, përpara se të ndodhte pra ky fakt, pra me kalendarin gregorian, në vitin 1307 ndodhi një fakt i çuditshëm, sepse papa urdhëroi që templarët, meqense kishin arritur të ishin më të fortë se sa Vatikani dhe se sa Krishtërimi, ndonse ata ishin ata që ruanin Krishtërimin, pra si rojtarët e disa objekteve, le të themi, dhe të Krishtërimit, njëkohësisht edhe objekteve shumë misterioze, duke filluar këtu që nga ajo kripta ku tregohet që ishte fshehur trupi Jezusit, nga si mund të quhet ajo, garza që pështolli atë, nga kupa e shenjtë, ruanin edhe tregohet që ruanin edhe arkën e aleancës etj. Tani pse po ju tregoj këtë? Sepse ata ishin bërë shumë të fortë në atë periudhë. Dhe kështu që kisha kërkoi, pra papa kërkoi që ti eliminonte. Në fakt në vitin 1307 dha urdhër në të gjithë vendet, pra ku në të gjithë botën, sepse kishin tashmë Krishtërimi kishte marrë forcë të madhe dhe kishte le të themi ushtar në të gjithë planetin dhe vendosën pra që krerët më të rëndësishëm të templarëve të zhdukeshin. Dhe kështu ndodhi ditën e premte, pra të muajit gusht mos gaboj të vitit 1307. Dhe që atëherë, bile edhe Jacques Demorier, edhe ai e morën, pasi e morën që ishte ai më kryesori, e morën e quan në Francë, e ranë, e masakruan, dhe në vitin 1312, teksa i dilnin kokordhokët e syrit nga koka, nga vuajtjet dhe nga torturat që i bën, a i tha, në qoftë se unë do vdesta këtë vita, edhe papa me mbretin tha, do të vi pas meje. Dhe kështu ndodhi. Në të njëjtin vit, edhe ata ikën. Për fakte të tjera, për aksidente të tjera, por si do qoftë vdiqen që të dy. Pra, mundet që tjetë një mister, apo mundet të lidhet me diçka, me një supersticion, ose me diçka mbi natyrore. Por ndiqeni me kujdes, sepse do t'ju them dhe disa gjëra vërtet interesante. Atëre, duhet të dini që në të gjitha kompanit kudo në botë, kryesisht në Kinë, numri 13 përdoret pothuajse fare. Bile në Kinë, nëse e mbani mend, ja kam treguar një herë, nuk ekziston kati i 13, sepse kati i 13 sjell fat keq. Madje edhe në numra kur ka ndonjëri një kartë monedhe, një diçka që ka numrin 13, kur është vetëm numri 13, jo kur është i plot me numra të tjerë,
e hedhin poshtë, ose e djegin, ose e japin dikujt tjetër, me fjalë dikush që nuk e di. Por kryesisht ata që e njohin pra si supersticion numrin 13 nuk kërkojnë që të largohen. Por prisin sepse ka të reja vërtet të çuditshme. Atëre, duhet të dini që në vitin 1600 Cruz, që ishin këta Rose in Cruz ishin ata Croce Rossa që quhen, që urdhri i kryqit, si mund të quhet, sepse me fjalë e trëndafilit kuq, më falni, tani më erdhi, se nuk më vinte. Dhe po thoshja, këta urdhri i trëndafilit kuq urdhëruan se të gjithë bashkë, sepse kishte ndodhur pra që në datën 13 ishin pra në datat 13 të premteve ndodhin fatkeqësi të ndryshme, dhe ata urdhëruan që në datat 13 nuk do të mblidheshin. Bile, kur u takuan në vitin 1600 ca, ata vendosin që, ndoshta sot ekzistojnë ende, por vendosin që mos të përdonin më këtë emër. Pse? Sepse pikërisht ishte themeluar në datën 13, në një ditë të caktuar të datës 13. Nuk dihet sepse ishte përpara atij viti, nëse ishte premte ose jo, por ata ishin të bindur dhe pikërisht për këtë nuk e përdorën më atë emër. Pra donin që sepse meqense kishin shkatëruar, zhdukur templarët, ata kishin frikë se ndoshta do t'i digjin. Në fakt, thuhet që këta, pra të trëndafilit kuq, ishin një nga të afërmit, pra të disa lobeve që në atë kohë, pra që në vitet 600, të disa lobeve të rëndësishme. Dhe pastaj me kalimin e kohës në vitit 1770 ca, 1717, kur mendohet që u themelua rendi ri botëror, nga atëherë pra filluan, ose këta masonët që quhen zakonisht, nga atëherë filluan që të shpërbëheshin, që të gjendeshin brenda këtyre organizatave të tjera dhe mos të përdonin më pra urdhrin e tyre ose trëndafilin e kuq. Tani pse po ja u them këtë? Sepse në qoftë të se edhe mbretër apo prisa apo komandant apo njerëz të rëndësishëm e anashkalojnë, pra që të mos kenë të bëjnë me numrin 13, kjo do të thotë që diçka ka, por prisin sepse ka dhe të tjera. Para disa viteve, në vitin 1898, një autor anglez, një autor që kishte bërë disa Wolf Joel, një gjë e tillë, nuk e mbaj mend mirë emrin, ky Joeli kishte lexuar, në fakt ai kishte shkruar edhe për numrin 13, për të premten 13, dhe e dinte që edhe përpara se të vendosej kalendari gregorian para vitit 1580 ca, ai e dinte që në numri 13 kishte një lidhje pra për të gjithë popujt që e shoqëronin me një fatkeqësi. Dhe ai tallej me këtë sepse ai kishte bërë disa shkrime, dëgjoni se është e bukur kjo. Kishte bërë disa shkrime ku bënte shaka, me fjalë jo tallej, por bënte shaka me këto tradita supersticioni të vjetra. Në fakt, në një mbrëmje kishte organizuar një mbrëmje me shokët e tij, me miqtë e tij, dhe çuditërisht atë mbrëmje ishin 13, ishin në një hotel në Londër, dhe ulën aty, tha për një dy të tjerë që nuk kishin ardhur, po këta nuk do vinë, jo nuk do vinë, tha se nuk e di çfarë problemi kishin. Dhe kështu që, tha, jemi 13. E po mirë, tha. Kur mbaroi darka, tha, atëre tha, meqense është një supersticion, tha, sot tha, ne jemi 13, dhe për më tepër sot është data 13, edhe është e premte, tha, atëre tha, kush do ngrihet nga këtu, tha, sota do vdes. E tha gjithmonë me shaka. Dhe ishte ai që u ngriti I pari. Pastaj dhe dy të tjerë, pra shokët e tij, e bën të tre së bashku, bën një për bërë shaka me fjalë. Edhe u ngritën. E çuditshme është që pikërisht Joel në pas 3 javësh në Johannesburg e qelluan rastësisht, me fjalë që nuk ishte për atë plumbi, por e qelluan dhe vdiq. Por nuk mbaron këtu, sepse pas disa javëve të tjera vdiqën edhe 2 të tjerët. Jo të 13, por 3 prej tyre ata që u ngritën pikërisht atë ditë
nga atë mbrëmje, nga tavolina vdiqën që të gjithë, me fjalë që të tre. Dhe ndonse për dikush i shoqëron këto me fatkeqësi rastësore. Po mirë, të gjitha rastësi janë, sepse njeriu shtyhet nga mendimi që thot, jo, po kjo është rastësi, edhe ajo është rastësi. Pra ne nuk ndonse në këto tregime ka diçka të vërtet ose diçka që lidhet me supersticionin ose për supersticionin dhe për numrin jo vetëm 13, por numra të tjerë flitet ende sot dhe shumë njerëz e anashkalojnë ose thon dhe në fund fare prap ka diçka që lidhet me atë. Dhe prap njeriu nuk e beson, sepse ne mendja jon, ma merr mendja, është e programuar e tillë që të lëvroj, pra gjatë këtyre, pra si mund të quhet, të vërtitet rreth këtyre numrave, supersticioneve, problemeve tjerë, dhe prap të mbetet aty. Por do t'ju them edhe një fakt tjetër, për shembull, siç ju thash që nuk ka shtet në botë, pra kulturë në botë që nuk ka këtë supersticionin e datës 13 dhe të numrit 13. Duhet të dini që, siç e thash, në Kinë, doja ta përsërisja edhe një herë këtë për disa që nuk e kanë dëgjuar, në Kinë, për shembull, kush kam shkuar para ca kohësh, më bëri përshtypje diçka. Më bëri përshtypje që ky numri 13 nuk ishte. Në fakt, teksa ishim në ashensor, vura re që në ashensor nuk gjendet numri 13, ose në disa ashensor gjendet, por ti nuk mundesh që nuk ndalon pra ashensori në katin e 13, sepse kati 13 nuk ekziston. Bile i hapin dritaret ose i bëjnë pa dritare, pra bosh në atë vend, dhe nuk ka asgjë. Ka patur shumë raste si thon dhe kinezët të dokumentuara që ka pasur njerëz që kanë shkuar atje, pra që mund që të jetojnë apo të krijojnë diçka dhe ka ndodhur fatkeqësi. Në fakt që prej viteve 1800-1900 mundohen, nuk i bëjnë katet e 13 ose edhe nëse i bëjnë i përdorin për gjëra të tjera, pra për zyra ose për diçka tjetër. Ku në to sidoqoftë nuk me fjalë kushtojnë më pak sepse nuk do që të rri kush. Dhe kjo është pothuajse në pjesën ndërmuese të kinezëve, pothuajse 80% e kinezëve besojnë në fatkeqësi dhe në supersticione. Dhe doja t'ju thoshe që teksa po zbrisja në ashensor, i thash këtij miku ton që ishte nga Evropa, i thash thuaj këtij shokut tënd kinez, thash do e marr unë, thash një shtëpi këtu, sepse në Hong Kong për shembull, jo vetëm në Kinë, por edhe në Hong Kong, edhe në Taiwan, por në Hong Kong kushton me fjalë metri katror, si mund të quhet, ose një shtëpi për shembull mund të kushtoj nga 10 deri në $15,000 në muaj qira. Pra në Hong Kong, po flasim në qendër, 10 deri në $15,000 qira. Një shtëpi e vogël. Kështu që merreni me mend sa mund të kushtoj një shtëpi nëse është jotja. Pra flitet për miliona. Dhe unë me shaka i thash, po e marr unë, thash këtë një hyrje këtu. Ai nuk është se qeshi, si qeshim ne për shembull i them, ai u nxi në fytyrë. Nuk bën këto me fjalë shaka. Sikur të ishte diçka shumë e rëndë. Këtë doja t'ja u thoshja sepse nuk, përveç se kinezët nuk kanë një mënyrë shakaje si e kanë evropianët, por ka disa gjëra, për shembull në këtë rast supersticionet, që ata flasin shumë seriozisht. Ndaj doja t'ja u tregoja sepse ka disa që prej jush që mund edhe të njohin kinez, më thoni nëse është e vërtetë ose jo, dhe nëse numri 13 po flasin për kinez dhe ja ku e keni. Çuditshme. Shikoni. më thoni nëse nuk është supersticion ky. Flas për kinez dhe kinezi kalon këtu. Është e çuditshme, sinqerisht. Megjithatë, kalofshin një ditë bukur dhe shpresojmë që numri 13 të na jap vetëm dashuri, respekt, mirësi dhe jo supersticione. Hajde, ditë të mbar.